Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. Sot kam një personazh shumë të njohur dhe të dashur për të gjithë publikun shqiptar. Ai është Nart Ndoka. Përshëndetje dhe faleminderit që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe. Përshëndetje, kënaqësi. Atëherë unë dua të di se kush është Nart Ndoka jashtë kamerave dhe jashtë politikës. Nuk ka ndonjë ndryshim madh i neti jam. Si brenda kamerave si jashtë shtyre. Normalisht pjesa e kamerave e bën çdo njeri më tepër publik, por jo që e tjetërson. Të paktën unë jam njëri prej tyre që jam i njëjti. Je transparent, gjithmonë, edhe para kamerave dhe kudo që je. Paktën kështu përpiqem, po nuk është se e bëj më sforco. Kjo është natyra ime. Në fakt më doja të di se cila është gjëja që të bën të ndihesh më i qetë dhe vetvetja. Kjo është çështje formimit, karakterit, pra të çdo njeriu, ka njerëz që janë impulsiv, të tjerë që janë më tepër të shpërndar harakat dhe ka dhe njerëz të qetë që unë futem të kjo kategori. Pra përpiqem që ti marr gjërat me sportivitet, edhe përplasjes që ndodhin shpesh në jetën e përditshme, qofshin ato në politik, me mis apo në situata të ndryshme, gjithmonë përpiqem që të një balans para mes asaj qetësisë njerëzore, por edhe në një farë mënyrë duke u treguar i matur në çfarë do lloj situate. Kush është personi që të njeh më mirë? Nuk mund ta them kështu me siguri, po nga pjesat që kam kaluar më tepër mund të jetë bashortja, kuptohet që është një jetë gjatë e ndërthur me uljet, me ngritjet e saj, me problematikën që mund të ketë me një familje. Unë kam 4 fëmijë, kështu që prezenca të dyve bashkë mund të jetë për shembull ajo vren gjithë ato, edhe të mirat por edhe defektet që mund kemi. Sa mirë. Edhe shumë mirë nuk është, por kjo është e vërtetë. Pse nuk është mirë? Po, nuk është mirë që të njohin bashkëshortja çdo dobësi, pra, se njeriu kalon edhe momente të ndryshme, jo se kam në një dobësi të theksuar. Cila është dobësia jote? Po, çdo njeri ka ato dobësi të veta, lidhe me njerëzit. Kjo është pak a shumë, pra unë kam jam i ndjeshëm ndaj familjes time, ndaj fëmijëve të mi, pra disi më tepër edhe se bashkëshortja ime. Kjo është ajo pjesa që ndoshta mund ta quaj që një lloj dobësie. Familja është dobësi për çdo kënd. Varet, në përgjithësi kjo do të ishte për çdo njeri, pra familja është e shenjtë për çdo njeri, por ka edhe prej atyre që nuk e kanë shijuar, nuk e kanë provuar, janë divorcuar, kanë kriju, apo jeta i ka përplas në trauma të ndryshme, kështu që kur ke një familje të mirë, ke një familje që ndjehesh mirë, ndjehesh i realizuar, dhe kjo besoj që është nota më e mirë për çdo njeri, kur arrin që ai më të vërtet ketë kriju dhe ta mbajë në një familje të shëndosh, besoj që kjo është pika kulmore për çdo njeri. Pra, për të gjitha të tjerave, anën profesionale, çdo gjë tjetër, unë nuk i krahasoj asnjëherë me familjen. Le të ndalemi pak tek familja. Si është Nardi si bashkëshort? Përpiqem që të jem sa më transparent.
Pra një njeri i përkushtuar në mënyrë maksimale për te obligimeve që kam pas në vite, që thom të drejtën edhe koha është kufizore se të merresh me politikë për 30 e sa viteve, kërkon angazhim jashtë masat madh, orar pa orar, lëvizje nëpër Shqipëri, lëvizje edhe jashtë Shqipërisë. Pra këto ta heqen në një farë mënyrë të pjesën e domosdoshme që ti jesh pranë familjes, por jam përpjekur në çdo rast që ta kompensoj edhe atë. Kështu që duke parë në këtë këndvështrim besoj që kam dhënë maksimalen. Ti edhe personazh publik, ke dhënë dhe intervista, ke pas të shumë ndalje televizive. Unë dua të di se cila është kritika që të bën më shpesh bashkëshortja. Bashkëshortja ime më ndjek shpesh në këto emisione, pavarësisht që unë kam pas fatin që jam rrethuar mjaft edhe me miq edhe me këshilltar të miq nga politika, nga jeta e përditshme, disa kanë pas edhe detyrë funksionale që të më jepnin edhe këshilla, po edhe të kritikonin, ndërsa gruaja bashkëshortja ime ka qenë gjithmonë aty, ka qenë prezent, kuptohet me tepër tek kritikat, që nuk është se marr shumë komplimenta për saj. Cila është gjëja që të kritikon më shumë, për çfarë? Po, janë shumë gjëra. Për fatin e keq që ajo njeh edhe politikën mirë. Edhe në aspektin e politikës, ndonjëherë njeriu edhe e tepron se si reagon. Mënyrën e reagimit apo nëpërmjet statuseve shpeshherë publike në Facebook, pra gjëra se natyre. Apo kur unë marr pjesë edhe në emisione jashtë politikës. Shpresoj mos ketë kritika për këtë, për emisionin tim. Tani, ti edhe baba i 4 fëmijëve. Cila është gjëja që ua thuat çdo ditë fëmijëve tu? Të them të drejtën, tashti edhe s'kam nevojë shumë t'ju them gjë, se ato janë të rritur, për fatin e mirë kanë ndërtu jetën e tyre. Jam përpjek në mënyrë maksimale që t'i edukoj sa ato kanë pas nevojë, kur kanë pas nevojën maksimale për kujdesjen e prindërve. Ndjeshi i realizuar në ato përmasa, më të them, kur ti i shikon që fëmijët e ty kanë ecë përpara, kanë plotësu ato dëshira apo angazhime që kanë pas, dhe unë për fat të 4 të paktën kanë dalë në jetë, jam përpjek gjithmonë që ti ballafaqoj me vështirësi, pra asnjëherë ato nuk e kanë provuar komoditetin që mund t'japin një familje duke apresuar gjitha kërkesat e tyre. Kjo nuk ka ndodhur, për faktin që ato megjithëse kanë sot një moshë madhore, asnjëherë nuk e kanë provuar një makinë që ja kam blerë unë. Madje as makinën time personale e kanë marrë shumë rrallë. Kështu që në këtë aspekt ato janë përballë me jetën vetë. Jam përpjek që t'jenë në punë që një moshë të vogël, pra edhe kur... Dhe t'ja dalin vetë. Kjo ka qenë ajo që unë paktën ju kam fut në gjak, i kam ballafaquar me një realitet që ta kuptojnë që jeta nuk është fushë me lule, por ato do ta ndërtojnë vetë të ardhmen e tyre duke u ballafaquar. Ti edhe gjysh? Po, për fatin e mirë, po. Si ndihesh, si e ndjerë kur për herë të parë je bërë gjysh? Them drejtën, unë jam martu shumë i ri për vete, ashtu ishte edhe koha në ato vite, për fatin si ishte e vetëm mja lumturi, e vetëm mja kënaqësi, se jam martu pak vite para komunizmit, dhe
nuk e kam përjetu atë kur jam bërë me fëmijë, kam qenë shumë i ri, nuk e kuptoj, madje ishe akoma vetë fëmijë në një farë mënyrë se edhe pikuria në ato vite u motoronte jo si sot, u donte disa vite dhe fëmijët e mi janë rritur edhe me prindrit, me gjyshën time, kuptohet që prezenca Krus ka qenë në çdo moment. Ndërsa kur bësh gjysh, merr maksimalen e asaj, pra edhe atë bushllëk që ndoshta nga mosha shkriju me fëmijën të uj, atë të ëmbëlsinë që të jep një fëmijë kur rritet, sidomos ato ndoshta mujtë e parë derisa të bëhet 3-4 vjeç është maksimale që një njeri prindi apo gjyshi merr nga një fëmijë. Dhe unë kam përjetu këtë, është interesante. Është gjë shumë e mirë. Po, është një ndjesi ndryshe, kur e dëgjoja ndonjëherë për gjyshës time, thosha nuk e besoje. Do të jetë një gjë kështu folklorike. Atëherë unë dua të kaloj pak tek politika. Pas kaq shumë vitesh politik, çfarë të motivon ende të qëndrosh të merresh me politikën? Të them të drejtën, politika është një punë shumë e vështirë, pra përplasje, intriga, klane, prapaskena, as më tepër në politikën shqiptare që nuk ka rregulla, nuk ka moral brenda saj dhe shpesh herë e kam shikuar si një fushë që nuk është pjesa ime, pra nuk isha unë personi që mund të gjejë veten tek pjesa. Do të thënë ke menduar të heqësh dorë nga politika? Po, normalisht po, pavarësisht se unë jam qenë vitet e para të pluralizmit, për faktin që unë vi nga një shtresë e përsekutuar politike, pra familja ime ishte e djathtë në bindje edhe gjatë sistemit komunist, partë e mi u burgosën nga regjimi komunist, gjyshi im u dënu me përshkatim nga komunizmi pas vdekjes së tij, Lexha im bëri buk politik, po ashtu gjyshi nga nëna oratis në Gjermani perëndimore për disa vite, pra kisha biografinë bloz dhe me atë sistem kuptohet që unë kisha mjaft pengesa për të ecur përpara nga shkollimin, nga punësimi, nga çdo gjë tjetër që ishte. Kështu që u gjenda qendrimin e Partisë Demokratike në radhët e saj, jam themeluesi asaj partie. Kështu si duke parë si angazhim të merr ajo rrjedha e angazhimit, e përfasimit, e kishim shumë me idealizëm në atë kohë, pra e mendonin politikën si mision dhe unë jam përpjekur që edhe sot ta kem si të tillë. Pra kur ti ke disa detyrime që me njerëz që të kanë mbështet në vite, edhe mua nuk është se më kanë mbështet pak, për faktin se kam qenë një në politikanë vetëm Shqipëri që e kam ndërtu karrierën përtej logovo të partive politike, pra jam ballavasu edhe me dy partitë e vjetra politike apo të mëdha, siç e quajmë ne, që nuk janë tilla në fakt, edhe përpall Partisë Demokratike dhe përpall Partisë Socialiste, duke i mbosh të dyja, dhe këto kanë qenë në ato pikat kulmore të mia në politikë, dhe kam thënë që po, ka njerëz që të mbështesin edhe përtej binjeve të tyre apo tifozllëkut që ato kanë me partitë politike, dhe kjo më ka motivuar që të vazhdoj dhe të eci përpara, edhe për t'i përfaqësuar pa edhe një lloj obligimi që kam ndaj atyre njerëzve që më kanë mbështet. Duke qenë se përmendëm më parë që ti ke shumë vite që je në politikë, je pjesë e politikës, atëherë në këtë moment që po flasim, çfarë ka ndryshuar në politikën shqiptare? Për fatin e këtë që ka ndryshuar pak gjëra, mos më thënë as pak, nëse e marrin tek pritshmëri që unë vetë kam pas, për faktin që unë ju bashkova asaj lëvizjes parë antikomuniste që filloi edhe në Shkodër përpara se të fillonte në gjithë Shqipërinë, me idenë që me thirrjen
e gjithë të rive të asaj kohë që e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Dhe për fatin e keq kjo nuk është sot. Pra, mas 35 viteve, kur e mendon që nuk janë as shumë, po nuk janë as pak për të bërë hapa më të mëdha për vendin, politika më shumë e ka penguar zhvillimin se sa realisht ka plusu standarde që ne ta kemi Shqipërinë si gjithë Evropa me ato standarde që ne po pretendojmë të kemi prej vitesh. Pra, sot kemi një Shqipëri me të kurrur, nuk e sollëm Evropën tu, por shqiptarët u larguan që shkojnë tek Evropa, kur ato realisht humbën shpresën, humbën besimin tek politika, dhe kjo është bërë më evidente vitet e fundit, dhe kjo me të vërtet që është alarmuese, më të them, edhe për vetë politikën shqiptare në tërësi. Pra, duke parë me këtë prizëm, unë shoh një Shqipëri që akoma sot nuk ka të zgjidhur problemin e pronave, që është minimalja, që të paktën te ka pas ndorë kjo politikë 35 vjeçare që të jepte një zgjidhje. Akoma sot nuk kemi një sistem arsimor me standarde të pranueshme që çdo njeri ta gjen veten brenda këtij sistemi. Ajo është që është akoma më e dhimbshme, nuk kemi një sistem shëndetësor ku çdo qytetar të marrin shërbimit brenda atij spitalit, por shumica e qytetarëve sot përballen deri me kriza banësh nëpër spitalet që u mungojnë, me shërbime që nuk i ofrohen, dhe shumica e tyre detyrohen që ta gjenë shpëtimin jashtë vendit nëpër Evropë. Dhe pa diskutim pastaj është edhe pjesa e infrastrukturë që ne sot kemi. Ne kemi një kryeqytet që çdo ditë më tepër po bëhet i pabanueshëm. Për fatin e keq, në vend që të vendoshin standarde, kemi akoma pallatet tona me cisterna sipër, kemi akoma probleme me ujin e pishëm, ku urit e zeza derdhen mes një lumi si quhet lan në kryeqytet. Pra, këto janë ajo pjesë që unë gjykoj që i venosi nota negative politikës në tërësi apo dallimin. Shumë negative. Ju keni qenë dhe ministër shëndetësia. Po, kam qenë për një periudhë të shkurtë ministër shëndetësie, që paktën për faktin e mirë nga pjesa morale sot ndjehem mirë që për atë periudhë që kam qenë është edhe jo ajo që unë tham për veten time, por gjykimi që ndeshi se njeriu i merr vlerësimet kur largohet nga pjesa e sistemit, jam përpjekur që të bëj maksimalen, paktën sa kam qenë, dhe nuk është se kam bërë pak, kam fut për herë të parë nocionin e menaxhimit spitalor brenda sistemin të shëndetësor, për faktin se ishte edhe rasti si u thye ajo vazhdimësia që ministri i shëndetësisë do të jetë mjek, një kohë që gjithë vendet e Bashkimit Evropian e kishin ndryshe. Por u bën edhe disa reforma të qëndësishme, u ndërtuan në Shqipëri rreth 380 qendra shëndetësore, u ndërtuan të spitalin Nën Tereza, një spital super modern i cili është prapë sot, u bërë rikonstruksioni total modern i spitalit Shefqet Ndroçi, i cili përballoi gjithë Covidin që pat peshqeshë dhe ramat që u mburr me të. Pra, ishin disa gjëra që unë për pak kohë arrita që të lë gjurmë tek ai sistem, edhe tek blusat e bardha, pati rritje edhe në pagesat e tyre, asnjë njeri në sistem shëndetësor nuk sulmoi as përbindjet e tyre politike. Kjo nuk ndodhi asnjëherë, por as nga ato makinacionet e policisë, të cilët shpeshherë i bëjnë për me blusat e bardha, me ato skemat e tyre të vjetra. Pra, venosa një lloj standardi në atë kohë. Paktën kjo
më bën që ndjem mirë sot edhe kur flas për politikën. Por edhe në tërësi, unë kam qenë një politikan antikonformist, nuk kam zgjedhur komfortin apo servilizmin, që të themi me shqip, as ndaj zotit Berisha, as ndaj Edi Rams, sot kryeministër, apo edhe kur ishte në lider opozit, që kam pas rastin të njoh të dy, të bashkëpunoj me ta në periudha të ndryshme. Pra, por sot që e shoh me një lloj shqetësimit, është situata konfuze me cilën ndodhen, ku qytetarët sot kanë humbur besimin tek politika, ato mendojnë, gjykojnë dhe besojnë që nuk përfasohen, dhe kjo ka një të vërtetë të madhe në këtë mes, për faktin që kemi një politik që është ndërtuar me militantë partijak, me ushtar partije të bindur, që nuk mendojnë as për qytetarin, por as mendimin e tyre nuk kanë kurajën që ta shprehin, jo ma qëndrime publike apo vota ndryshe në parlament, kjo nuk ka ndodhur. Dhe kjo e ka bërë politikën jo përfaqësuese, e ka bërë politikën jo konkurruese. Pra, ne kemi një konkurrim mes majtës dhe djathtas. Sot për fatin e keq kemi më tepër pazare në politikë, pazare në ekonomi, lidhje me oligarkët të dy palëve, reformat që nuk janë për qytetarin, shërbimet që i largohen qytetarit, përfaqësues që caktohen nga kryetarët e partive dhe jo nga vota e qytetarëve, dhe kjo ka bërë politikën, e ka përbaltos atë. Ndaj edhe sot më drejt ka me dhjetra, me qindra të ri që protestojnë çdo natë prej disa javësh në Shqipëri, që kërkohet një revolucion në Shqipëri, dhe realisht politika shqiptare e meriton një revolucion të tillë, për faktin që këto dy parti politike e kanë kap peng vendin, e kanë kap peng demokracinë, e kanë kap peng votën dhe përfaqësimin e qytetarëve, dhe kjo është një realitet. Unë vin nga politika, e quaj veten si bashkëfajtor me ta, por e kam kurajën tham një të vërtetë. Ndërsa këto i fshihen asaj të vërtete, përpiqen ta sfumojnë, përpiqen ta dëmtojnë, përpiqen ta largojnë nga fusha e tyre lojës. Protestat po vazhdojnë për 68 ditësh tashmë. Dhe të gjithë janë për një qëllim, për ndërheqjen e kryeministrit. Unë me sa kam pas mundësi kam folur dhe me protestuesit. Nëse jo Edi Rama, kush do të vinë në vend ti? Nuk ka pas kur një përgjigje, sepse nuk besojnë më në politik. Unë të njëjtën pyetje do të bëj edhe ty sot. Nëse jo Edi Rama, kush është aq i dendë, aq i pastër? Se unë mendoj që figura politika apo kryeministri i ardhshëm duhet të jetë i pastër në të gjithë aspektet. Kjo është problemi madhor që na shoqëron ne, për faktin që ne lidhemi me një lider. Pra mendojmë që po ikuaj kështu, kemi minutë edhe për shokun Enver digur, që po vdisen veri do ta marrin lumi Shqipërinë. Vdisen veri nuk ndodhe si gjë, erdhi tjetri njësoj si Enveri, pasti erdhi Ramizi, erdhi Fatosi më vonë, erdhi Berisha, erdhi Basha, erdhi Rama. Pra për mua emrat e përveçëm s'kan asnjë lloj rëndësie. Unë nuk jap nuk fokusohem tek emrat, por tek standardet që vinë në politikë. Kushdo e bën më mirë se Edi Rama sot, kushdo, edhe brenda Partisë Socialiste që ka një lloj lirie dhe integriteti, e bën më mirë, për faktin që nuk është ajo Edi Rama që unë njoh. Unë kam një sot përballë një Edi Rama krejt ndryshe, të transformuar nga poshteti, nga egoja, nga narcizmi që ekziston brenda tij. Narcist. Po, edhe unë mendoj se është narcist. Po është shumë, jo mundet, po është shumë. Ai madje ajo e dominon Ramën, e ka bindje që asnjë njeri në Shqipëri nuk e bën punën si ai, pra e ka bindje këtë. Është prej atyre narcistë që shef veten tek pusi me ujë dhe flet me të. Por problemi sot i politikë shqiptare apo edhe opozitës, nuk është normale që opozita të ketë akoma si alternativë zotin Berisha, për faktin që
për te vlerave maksimale që ka, që nuk mund të krahasohen për hir të realitetit. Unë kam pas kryeministër, zotin Bishër, kam qenë në kabinet ti, është një person që nuk është ul kurrë me grupet kriminale, është një person që buxhetin e shtetit e ka shikuar me një mënyrë rigoroze, jo vetëm për veten e tij, për çdo institucion që kanë qenë në varësinë e tij, dhe kjo është shumë pozitive. Është përpjekur që të bëjnë maksimalen për vendin në ato kushte që është, por sot vjen një moment që edhe për qytetarët do të jetë një njerëz që mos ketë asnjë një lloj lidhje me politikën e kaluar, as mëkate, as kritika, pra nëse ne do të kemi një figurë, një emër që nuk do ta krahasojnë kurrë se kështu keni vepruar dhe jo, do të ishte shumë më interesante, do të jepte shumë më tepër shpresë. Prandaj thash unë jo më të pastër, por protestuesit, edhe pyetja e fundit për protestën dhe për politikën. Protestuesit dalin në slogane Rama Mburg, Berisha Mburg, dhe shumë protestues mendojnë se Rama dhe Berisha janë bashkë. Sa e vërtetë është kjo sipas mendimit tënd? Të them të drejtën, ajo është më tepër një thirrje që formuson komplet politikën brenda saj, pra se nuk është dëshirë që çdo njeri e kupton që të shkosh në burg, janë shumë hapa procedurial përpara asaj, por në aspektin e konceptit politik, po janë një pengesë. Realisht janë një pengesë, e them me bindje, madje unë kam provuar në kurrizin tim për faktin që në 2008 unë mendoj që këto e kanë shembur shtetin, e kanë shembur kushtetutën për interesat e partive të tyre politike, si Rama dhe ashtu edhe zoti Berisha. Pra në 2008 kanë ndryshuar brenda natës kushtetutën pa konsulta, kanë ndryshuar zgjedhjen e presidentit. Sot, nëse kemi pas një president mi pal që të detyronte kushtetuta me një shumicë të cilësuar me zgjedhjen e tij, sot zgjedhet nga një pal. Pra kemi një president sot që e ka zgjedhur një majorancë, do t'i shërbejnë asaj. Pra kjo e ka shëm kushtetutin. Edhe këto kanë bërë me dashje, këto të dy bashkë. Sot kemi një sistem profesional me keq i mundshëm, që dëmton përfasimin, zhbën votën, nuk ka barazi mes votës, ndryshe votohet një deputet në Tiranë, ndryshe votohet në Shkodër dhe në Gjirokastër, dhe këto kanë bërë me qëllim, pra qytetari nuk ka mundësi që ta zgjedhin kryetarin e bashkisë, dhe unë kam qenë kundër tyre me qëndrimi, kam qenë kundër tyre me votë, madje kam shku deri në grevëri në Konventin e Shqipërisë për sensibilizim me disa kolegë mi dhe parti politike. Pra deformimi i shtetit shqiptar, i pluralizmit, i kësaj që vujmë sot të pasoja, kanë që na fillin në 2008, kur PD-ja dhe zoti Berisha ishte në pushtet në atë kohë. Edhe që atëherë e djatha nuk i ka fituar zgjedhjet asnjëherë në të vite, edhe përsëri sot nuk kërkohet që ky sistem të përmirësohet. Përkundazi, sot kemi një reformë territoriale, bashkitë. Pra në vend që ne të arrisim numrin e bashkive, duke afruar shërbimin tek qytetarët, duke dhënë mundësi atyre që ta zgjidhin dhe ta njohin një kryetar bashkie, ka një tendencë që ta ulim numrin. Dhe kjo është e qëllimshme. Pra këto dy parti politike duan që të kenë një numër të kufizuar që t'i kontrollojnë për vota, po jo për shërbime për qytetarët. Ndaj ka reagime sot gjithandej, edhe për qytetarë që nuk e pranojnë këtë ndarje administrative, por edhe tek protesta. Pra duke parë në këtë sens, unë mendoj dhe gjykoj që po janë interesat politike që i bëjnë bashkë. Interesat e përbashkëta. Po diskutim që po. Madje dikush shkon akoma më tej, janë interesat e biznesit, janë edhe interesat e oligarkëve, po edhe kjo interferon goxha dhe kjo ka një kosto jo të vogël. Pra këto janë realitete që ne do t'i themi ashtu si janë. Por ajo që e dëmton më tepër vendin është mungesa e standardeve, mungesa e reformave. Këto nuk mendojnë që si t'i afrojnë shërbimit ndaj qytetarëve, këto mendojnë që si t'i kontrollojnë ato që i zgjidhin, që i kanë varësat e tyre, që i kanë ushtar, që i kanë njerëz pa zë, i kanë bërë pa dignitet,
ju kanë heqë edhe pjesën e karakterit njerëzor dhe ne i shohim të lakur në atë mënyrë që unë më vjen ndot që i kam pas apo i kam miq apo kolegë sot. Pra i ka deformuar politika në të mënyrë sa ato nuk janë vetvetja. Ndaj kjo politika është e trishtueshme dhe këto janë fenomene që duhet të ndryshojnë realisht. Kështu që ajo që thirrjet që kanë sot protestuesit në shes janë evidente, nuk është puna se janë futuriste që ju tek dikuj, po realisht është problemi që sot kemi ne, ai ngjerë që e ka kap Shqipërinë, që e ka kap institucionet, që ka kap politikën, që ka paralizuar në fundit edhe jetën e qytetarëve. Edhe një kauza të tjera. Po, edhe ajo po. Edhe më e bukura është se kemi shumë të rinj në shesh. Mund të them që kjo është një shpresë që nuk e kam prit për hir realitetit. Pra unë jam dorëzuar, pranoj që në politik i kam kundërshtuar dy palë, pra pak të ndjehem mirë. Kam fituar edhe me përballet e mia politike kundër dy partive. Partive tradicionale të quajmë. Partive tradicionale dhe jo me pak rezultat. Kam fituar 72% përballë dy partive. Pra kandidatët e tyre kanë dalë me 9 dhe me 11%. Pra gjithmonë kam qenë kundër këtyre, se nuk është që sot jam i barazlarguar dhe flas me liri. Jo, këte kam pas gjithmonë ka kriju kosto, po diskutim një kosto politike ndër vite. Por është një pengesë reale. Dhe këto kosto mendoj që mund të kenë qenë pjesa më e vështirë e karrierës tënde? Të kundërshtosh? Po, diskutim që po, të kanë pasojë dhe veta. Shumë ndërtime për faktin që atyre nuk i pëlqen që ti kundërshton ballas, nuk i pëlqen që ti voton edhe në parlament kundër urdhrave të tyre dhe këto kanë koste, nuk i pëlqen që unë flas ndryshe prej tyre. Pra janë persona që paranonjakë që duan vetëm ushtar. Ndërsa protestat që kemi sot që mos i largohemi asaj themelores me 3 ngjallin një lloj shpresë. Pra, gjithë ato që e kundërshtuan, që ka pas disidencë, nuk jam vetëm jonë, ka qenë disa që janë përpjek, që këto i kanë larguar nga politika në një shumicën e tyre. Mendova që kjo politikë bipolare do të kontrollojnë çdo gjë. Pra, do të kemi disa ushtar tek Partia Demokratike në rresht, edhe do të kemi disa kukulla akoma me të mrapshta tek Partia Socialiste por që fatmirësisht nuk ka ndodhur. Që Rama dhe i përdhon i ka knasi, i ki pa ato, si mos i përmendnin disa emra, disa zonjave që të them drejtën, ky i bën me qëllim se don ta degradojnë deri në atë mas përfaqësimin dhe Governin e Shqipërisë, sa akti duket pra ne thojmë ne kush e zëvendëson Ramën, se kemi parasysh që ka strategji domethënë kjo. Po diskutim që po. Pra këto përpiqen që ta lanë pa emra politikën, grupet parlamentar, përfaqësimin tërësi, të nxjerrin madje kështu personash që tallen edhe njerëzit me ta se e kanë si një lloj knasi edhe sport një gjë të tillë. Ndërsa kur dolën disa të ri në protest, që realisht ato po i dalin zot vetes paret, por vendit që është më rëndësishme, ja kombit në tërësi, kjo ne e shpresë. Pra, ne e shpresë për të ardhmen tonë, të venit, që nuk është puna se po e marrë në aspektin personal. Të fëmijëve tanë. Po kjo është kryesore, jo. Pra, është shumë rëndësishme kjo, se ka një ndërgjegjësim është hera parë në këto vite. E kupton ti që unë kam 35 vite që merrem me politikë dhe po thuj që kam marrë pjesë në gjitha protestat. Unë kam qenë edhe me 21 janar në krahët e Edi Ramës, në atë kohën e protest, kur ai kishte drejt për kauzën e tij. Por ashtu edhe me protestat e Lulzim Bashk apo të Sali Berisha. Por nuk janë kur to protesta nëse i krahasoj me protestat e partive politike. Nuk mund të arrijë asnjë parti politike që të ketë asnjërs. Është e padiskutueshme që gjatë tyre 68 ditëve mos ta kenë kaluar numrin me tepër se 1 milion shqiptar
Vinë edhe nga diaspora. Po diskutim, duke në mua dhe diasporën, pra në rrugë, në sheshe, çdo natë, kudo, me mbështetje, me status, me zemër, unë tham janë shumë më tepër se 1 milion shqiptarë gjithanej. Edhe ato si kanë qenë prezent. Dhe kjo e jep një lloj shpresë, i ka friksu 2 palë. Ta kemi qartë. Që nuk janë vetëm se është thirrja, është hym kjo, është hym kombëtar. Pra ato që thrasin ato çdo natë. Kjo do bëhet histori? Kjo protest. Pa diskutim që po janë ato sloganet e tyre janë domethënëse. Pra janë sloganet e një brezit që kanë mendim politik dhe filozofik. Pra nëse ka dhe batuta. Po ka batuta, ka shumë po këto mundojnë Ramen, se Rama ka menduar se është mjeshtri i këtyre gjërave, një kohë që doli thjesht një amator përballë kësaj inteligjente që po shohim çdo ditë. Por i ka dhënë shpresë vendit. I ka dhënë shpresë qytetarëve, ju ka heq frikën, kjo është kryesorja. Përveç shpresë, ju ka heq edhe frikën. E kupton që ne pam socializma, ka socialistat ndeshëm sa dush, se nuk e duan as këtë i shkruajnë më i djegën ato dokumentet e asaj partie Qelbur që i ka bërë dëme prej 80 viteve vendit. Pra kanë kurajë, ndalin edhe kundër partijës, edhe kundër kryetarit, kur mërin dhe rrëset e tyre. Por kjo s'ka ndodhur deri dje. Pra kjo protestë jep jo vetëm se jep shpresë, po ju heq edhe frikën, ju jep guzim njerëzve. U hoq një gardë atje, u hoqën disa gardë që kishin bllokuar Shqipërinë, oligarkët e qushin si pronë vetë, kishin bekimin e politikës dhe nuk lënin qytetarë as me prek detin. A kupton deri ku kishim shkuar, ne kishim prek fundin. Kështu që lëvizja e qytetarë, prezenca e trive, pa diskutim që i ka friksuar. I ka tmërruar, i friksuar, pra të 2 palë, për faktin që edhe kjo, edhe për ne si opozicion bëj pjesë sot, është një këmbën alarmit. Pra, madje pa diskutim që shigjetimi kryesor është mbi kryeministrin, se ai ka peshen katastrofike mbi problematikën që po bën 16 vite, ka 4 mandate në qeverisë dhe akoma flet për ato premtime që ka dhënë në mandatin e parë. Pra, është një kosto shumë e madhe, çdo ditë jo kush do ta zëvendësojnë, por çdo ditë që rrin ky, thjesht mos ta zëvendësojnë asnjëri, po ky mos ketë drejt firme, vendi bëhet më mirë. Ky po i shkakton dëme çdo ditë më tepër këtij. Dhe shpresojmë shumë që të gjithë protestuesi që protestojnë pa u lodhur, të gjithë ato që vinë nga diaspora, shpresoj shumë që të arrijnë qëllimin e tyre dhe ne të kemi një të ardhur më të mirë. Unë kam shumë besim që ato kanë arrit. Nuk është puna se unë pres një pikë fundore. Pra, as sa kanë bërë deri sot, edhe sigur ta mbyllin sonte, ato kanë çliruar mentalitetin shqiptar i cili ishte i bllokuar. Madje dhe mediat ndërkombëtare kanë folur për protestën në Shqipëri. Me 10 prej tyre kanë folur as shumë sa nuk kanë folur kurrë në këto 35 vite. Se ky detyron me sjell këtu këngëtar me pagu miliona për taksave tona që t'i dalin zëri Shqipërisë, kështu mendon ai. Një kohë që mediat kanë folur që ka një vend që ka shpresë, ka një rini që proteston. Pse ishte pa falshme kjo, nuk ishte reagim. Pra vidhe qeveria, u kapte në krim, arrestoshin ministra, arrestoshin deputet dhe s'kishte një lloj reagim qytetar dhe kisha një lloj trishtimit, thëmë drejtën. Thosha si ka mundësi se ne u kthyem në një vend të tillë pas një lloj reagimit. Dhe ky reagim i ka tremto padrinot e politikës, po ka dhënë shpresë për çdo qytetar, edhe për ato që jetojnë jashtë, që kthehen nesër, që t'i marrin ato fatet e këtij vendit në dorë, që t'japin kontribut me prezencën e tyre. Ka shumë mendje që sot punojnë dhe janë të suksesshëm kudo në Evropë. Dhe kjo politik për fatin e keq nuk i ka ftuar asnjëherë. Edhe kur i ka ftuar, i ka bën mu largu, se i ka dhunu, se i ka desh ushtar, se kemi pas 2-3 raste që edhe Rama shpërpjek me i bë një gjë të tillë, por i ka sfumu vetë ky personazhet. Madje disa i ka ndeshkuar, se pse, se pritet që ato që vinë me lirinë e tyre, me formimin e tyre europian do të bëhen ushtar te Edi Rams.
apo te pjesa e gjallë se bëri një ripërtritje, ke parasysh të gjerrin edhe shpikun edhe tema të ri. Ripërtritje të partisë edhe nuk mori një personazh që ka bërë sukses politik, kemi disa emra. Një ndër to dhe ti. Kemi shumë emra që kanë bërë sukses në Evropë, në botë. Që kanë nesë përpara në mënyrë galopante me idetë e tyre, me prezencën e tyre, kemi edhe deputet në Parlamentin Evropian që janë zgjedh treja në përkëshilla e bashkia kanë bë histori atje vetë me pjesën politike. Unë prapë gjithsesi mendoj e kupton se këto asnjëherë nuk japin. Edhe pjesën mediatike e bllokojnë që këto emra mos kenë drejt, mos marrin jetë në Shqipëri, mos t'i shohin si konkurrencë, që ma t'i afrojnë. Çfarë gjende Sali Berishën të afronte numrin 2 të partisë nga një figurë prej këtyre në diasporë që janë histori suksesit, asnjë gjë përkundër, që krijonte shpresë, krijonte besim tek një opozitë alternative ndryshe, jepte një fytyrë krejt tjetër qeverisjes vendit të ardhshme, duke e ndërtu pjesën politike, sa shumë e rëndësishme që nëse ti kërkon largimin e këtij kryeministri, do të përgatisësh një staf përballë tij, të krijosh besimin e qytetarëve, që jo vetëm se nuk do të jesh se ky, por do të jesh krejt ndryshe, nuk do të jesh as si vetja jote. Pra do ta tejkalosh. Por te politikas. Ti njihesh dhe për batuta dhe viralitet. A jeni i vetëdijshëm se shumë njerëz u njohin nga batutat e tua? Për te politikës ndjehem më mirë. Aty është vendim. Nuk është puna se unë i bëj as për njohje, ajo është ADN-ja ime, pra humori, batuta më ka shoqëruar gjithmonë, edhe përpara politikës. Madje është origjina ime së parit, pastaj fillon edhe trashëgimi, edhe baba im, unë kam shku deri në 35 vite dhe më thonin, më përmenin emrin e babs, pra djali Filanit, po jo se ishte një emër me batuta për kohën, atë kohë, për zonën. Kështu që kjo është formim, është ADN, vjen natyrshëm. Të vish nga Shkodra dhe mos e kesh to, nuk je mirë, nuk je në haven tënd. Kështu që në këtë aspekt fillimit kanë filluar me shqetësime, që pra kanë filluar si luftë, se ishin ato memet e para, ishin ato fjalë që u thonin diku edhe vinin gojen time, edhe këto të dëmtojnë në pamjen e parë, se kanë qenë sulma të orkestrume prej dy këtyre punisteve që unë i kundërshtoja, këto gjenin forma që memet e tua përpiqeshin që ta banalizonin, pra se ky kritikon, po ky thotë edhe kështu ashtu. Pra kjo ka qenë tendencë. Ndërsa unë nuk u futa në batakun e tyre, esa mbi to, i përdora në interesin tim, u futa, i mora më sportivitet shumicën e tyre, kështu që ndjehem mirë që në fundit unë takoj shumë të ri, edhe adoleshenta, gjithanej në rrugë, bëjnë batuta, përdorin në shprehje, prej atyre kërkojnë që të bëjnë një fotografi, madje isha me 2 kolegë të politikës po pinim një kafe. Edhe ishte një grup për këtyre, se kjo është mosha më mirë, 15-16 vjeçartë, që janë fare pa komplekse. Pa komplekse. Edhe këto 2 personazhe që ishin më mua janë akoma në politikë aktive, edhe nuk e njifshin asnjëri. Edhe u bën pak xheloza, se do erdhën ato, edhe thojnë emër ato, që shtojnë fara, zotin do kanar, do mund të bëjmë një fotografi me i thërën, patjetër, me kënaqësi. Për ai fotografi me to, e thonë të ore, ne sa një njëri. I ka dhe kjo avantazhet e vetë. Ke qeshur ndonjëherë me memet që kanë bërë për ty? Pa fund, shumë për i tyre edhe më kanë pëlqyer, thoja, si nuk i thashun. Apo e merrja autorsin dhe po këtë e kam thënë atë. Jo se shumica e njerëzve mendojnë që realisht ato këtë shprehje kam thënë vërtet unë, që janë disa gjëra që përsiten ndonjëherë, ka pas për shembull një shprehje, edhe ka rastisht një emision që kanë thënë që cila shprehje të pëlqen. Edhe unë kam thënë njërin prej tyre, edhe këto nxjerrin edhe njerëzit e besojnë, që thotë ky e tha vetë,
e shpusin atë pjesën se Po ndonjë batut për emisionin tonë. Çfarë do na thojë sot një shprehje që shprehje janë thënë as shumë sa kanë mbaruar. sa i kanë thënë edhe të tjerë i kanë mbaruar tash nuk mund. Kështu si skemi në gjë 3-3. Interesante. Po kush është politikani me sens më të mirë humori? Përveç teje. Ka, nuk është në përgjithësi edhe politika ka atë pjesën e vet, ka pas personazhe, si thënë, interesante, se humori është një mas inteligencë humori. Patjetër. Është mund të bësh politik, por e bën më lehtë, se ka një lloj formimi kurse humori kërkon pak përkushtim më shumë. Kështu si ka edhe në politikë ka. Tani unë dua të di se çfarë vlere përpiqesh të mos e humbasësh kurrë. Karakteri është kryesorja. Pra, unë mendoj që një njeri që humb karakterin e tij ka humbur çdo gjë, s'ka asnjë lloj vlere. Edhe ky ishte një mesazh shumë i bukur. Ai mund të bëjnë karrierë, mund të ecin përpara, por kur ka humb karakterin, besoj se s'ka asnjë lloj vlere as për shoqërinë, as për familjen, madje as për veten e tij, edhe ai nuk ndjehet komod. Unë shoh shumë prej këtyre që kanë humb karakterin me dashje, se karakteri mund të humbin përballje, në vështirësi mund të deformohet, por ta humbish me dashje, thjesht duke i bërë servilin e një kryetari, duke u përshtat nga situata, duke u tjetërsuar, se ndryshe thu një periudhë tjetër dhe krejt ndryshe bie mbi fjalët e tua, dhe këto për fatën e keq politika i ka vendosur në to prova shumë emra që realisht kam pas një lloj konsiderate, edhe të cilën e kam humbur përkish për këtij faktit që ato e kanë humbur karakterin e tyre me vetdije. Dhe këtë të paktën unë e kam të pa negociueshme. Shumë, kjo është vlerë. Për as edhe një lloj rrethanet e pjesën e karakterit do ta ruaj si virtutin më të lartë që mund të ketë një njeri. Tani përpara se ta mbyllim këtë intervistë, unë kam një rubrikë ku do përgjigjesh për 3 sekonda. Kafe apo çaj? Çfarë ishte? Se nuk e kuptoj. Kam një rubrikë që do përgjigjesh për 3 sekonda. Kafe apo çaj? Kafe. Mal apo det? Det. Mëngjes apo natë? Mëngjes. Libër apo film? Tash film. Se libër kam lexuar shumë. Fjalimi më i mirë apo batuta më e mirë? Batuta më e mirë, se fjalimi ta shkon kryetari. Kurse batutën do ta zgjidhësh vetë. Telefonat apo mesazh? Unë preferoj mesazhet, them drejtën. Se më duken më të shpejta, më praktike. Kostum apo sportiv? Sportiv gjithmonë. Pushime në Shqipëri apo jashtë? Do të më bëj patriotin patjetër. Jo, nuk është e thënë. Unë ndihem më mirë jashtë. Jo, më lirë jashtë. Kjo është edhe më lirë dhe më mirë. Një politikan që respekton? Një. Çfarë bëj? Që e respekton. Duhet në emër? Po, një emër. S'ku me marrë të emër. Ja. Për te e saj që unë kam shumë miqë, thëmë drejtën që i respektoj jashtë masët shumë, që rri me to, kam marrëdhënie mirë, i vlerësoj, që nuk është puna se gjithani nuk ka pyll pa dera. Politik ka i qik dera më shumë, ka edhe pri atyre që unë i vlerësoj, si majtas, si djathas. Ja, po ta them një emër se nuk është fare, si thënë, është me minoritetin. Për shembull, Vanxhel Dule është një politikan që futet tek miqtë e mi. Pse se ka disa virtyte që unë jasmoj, karakterin, qëndrimet, është me shqiptar
shumë shqiptarë se këto që bëjnë që nacionalistë të mëdhej. Pra mora një partij se nuk është edhe me spalve. Tani se këto po morin e emër socialistë thonë ky i pasamis aty. Po më pasan. Tani për fund, për mbyllje të kësaj bisede, do doja një fjalë që të përshkruan. Çfarë fjalë për shkak? Çfarë të përshkruan ty një fjalë? Për çfarë të përshkruaj? Veten tënde. Aha, unë veten time. Pse vetëm me një fjalë përshkruhet vetja? Një fjalë tek. Do të shkruaj një libër, kështu e kam premtimte për gjithë historinë time, që fëmijë dhe ajo mund të jetë. Nuk mund flasën njeriu për veten, e ke parasysh. Është shumë e vështirë që ta përshkruajnë, jo me një fjalë, po me shumë fjalë. Që nuk kanë. Nuk e na e përshkruar me 3 fjalë. Jo, nuk fara as me 30 fjalë, kam fjalën se nuk mund ta përfukuzojë njeriu veten e vet. Se ka konflikti interesit. Po patjetër se po. Se po do të përpiqesh që thosh fjalë të më të mira. Më të mira. Pa diskutim, kështu që më mirë pa kursej, nuk po bëj si narcist. Kur ta marrësh e diramën tonë, thuja dhe do ta thojnë patjetër. Nuk e marr. E ke sigurt që edhe vjen ai se nuk e ka. Paktën këtë mirë ka se ka podcastin e vet, po edhe vjen. Patjetër. Të doja shumë që të ishe edhe ti, të kishe një përballje, por nëse do ishe me Edi Ramën përballë, çfarë do t'i thoja? Ora nuk i ka këto komplekset, vetëm të mirë që ka, se ka shumë pak të mira ke parasysh, po ndër ato që ka, është kjo, nuk i ka këtë. Pjesën e përballjes nuk ka komplekse, ngatrohet me këdo, botollikun e tij nuk e sheh, pra e thot edhe përballë medias, edhe përballë në debat i delzot Marristi me pak fjalë. Po do të ishte interesante se nuk është tip që nuk e ka atë pjesën e brendshme për te politikës. Pra, pjesën e tij të batutës, pavarësisht është lodhësh. Se edhe batutët i ka shumë të lodhuna, pangjyrt, përsërituna, akoma merret me pjesën e realizmit socialist, i kanë me të mendje ato ballistat, thot ashtu, ikën ballistat, erdhën ato partizan gjerman, por do të ishte interesante, po ne për shembull sikur ta kishim të bash, do ta nxjerrim nga shina, do ta nxjerrim nga vetja. Është pak po e sigurt kjo. Se unë i di edhe ato pikat e tij dopta që i ka, edhe ti e psikologjisë personazhin edhe Patjetër do të ishte. Interesant do të ishte. Do t'i thojmë, nëse do të vinë. Po e bëjmë. Zoti do ka të falenderoj shumë. Më mirë ta marrin kur mos jetë kryeministër. Kur t'jetë këtë rënë nga poste. Po, se nuk e ka larg mi fjalë. Tani po mirë në rregull. Po sa afër atëherë është ka edhe kohë. Ide shumë e bukur. Më tepër do ta kemi këtu. Unë fakt do doja të kisha edhe Berishën, po nuk e di pse kam një dobësi ndaj tij. Ja, Berisha është një personazh klasik. E vlerësoj shumë për të gjithave. Jo, kjo është një realitet, nuk mund të krahasohen, se unë i njoh të dy, nuk mund të krahasohen Edi Rama me Sali Berishën në asnjë lloj drejtimit. E para si shtetar, e dyta si familjar. Berisha është e treta si profesor. Shifen veshje Berishën, shifen veshje në ato projë Edi Rama, edhe e bën në mënyrë qëllimshme, nuk është puna se nuk din për mu vesh, po vishet ashtu më rëndësi, edhe me në të prurë dhe ne. Pra, donë për më rëndësi, du me qëtë e mënyrë edhe vishet e mirë, po ai profeson një shtet, profeson një flamur. Edhe flamuri më të bukur në botë. Në mënyrë zyrtare, nuk mund të shkojnë edhe, ka një protokoll më. Pa. Pra, ka protokolle, dikur kanë qenë shumë strikte, që ta thotë nxjerren prej fotografisë zyrtare, më çështë ti nuk je me kollare edhe me kustom. Po, tash ka filluar një lloj liberalizimit e këtyre leadershipeve dhe ky ka për në to. Pra, në aspektin e krahasimit të dy personazheve që kanë domino vendin për këto 35 vite, jo pak, pra
janë të pa krahasueshëm. Është e vërtet. Por kjo është e vërteta. Rama ka ato të mirat e veta, se si hyn punë fare qytetarëve. Por Berisha ka ato pjesën e mirë që ju hyn qytetarëve, që para nuk ju ka vjedhur taksat e tyre kur është përpjek që të bëjnë maksimalen që ato lekë shkojnë që të rikthehen në ekonomi, të rikthehen në xhepat e qytetarëve, dhe kjo nuk është pak. Nëse kemi sot një kryeministër që lidhet me grupin kriminal dhe një 30 prej tyre i ka pas në parlament, Sali Berisha nuk ka pas kur kontakte me këto personazhe, edhe kjo e bën një diferencë shumë madhe. Edhe në aspektin e përgjegjësisë për vendin, edhe sot dhe gjithmonë Berisha ka jo vetëm për Shqipërinë, për realitetit. Berisha mendon edhe për shqiptarët në Maqedoni, edhe për shqiptarët në Serbi, edhe për shqiptarët në Malezi. Kuptohet që për Kosovën akoma më tepër që ka një pjesë të zemrës të jetës, kurse ky si ka të ndonjëshmëri fare më. A kupton që ky e fal Kosovën që për Vučićin. Për 2 dreka me Vučićin që ka problem, thotë ik merr atë se s'na duhet që edhe kosovarët e trashë që na duhen ne, thotë. Apo Malin e Zi, këtij kryeministit tjetër kush ishte ky. Pra, në aspektin e kësaj është një dallim shumë i madh. Edhe ngaherë habitet edhe njeriu se si ka mundësi se shqiptarët, paktën për këto, po i marrim se un kam ato defektet e mia për demokracinë, për fasuese, për ato se nuk është puna se Berisha si ka bëhet të dame. Po bëj krahasimin mes 2 personazheve, se nuk është t'ja themi edhe ato defekte. Por të votosh Edi Ramën me gjithë to, ose të arri votosh. Me gjithë to mëkate, unë do t'i quaj mëkate. Po janë mëkate të rënda, përfasuese, pra edhe në aspektin e dinitetit njerëzor, njeriu bën një lloj ballancet. Edhe mes këtyre se ne në fundit kemi një lloj traditet, ne jemi konservator me historikun ton të lashtë, të hershëm edhe në komunizëm e kemi rryer një gjë të tillë. Edhe të votosh një njeri që s'ka asnjë prej këtyre modeleve përfasuese, nuk mund të jetë model Sali Berisha, ky Edi Rama. Po nuk është model. Po jo, nuk mund të jetë model ky për të rritë shqiptar. Kupton që kur ke një kryeministër do të jetë model për çdo njeri, edhe për familjen shqiptare, edhe për të rritë, edhe për politikën, kështu që në këtë sens ne e kemi humbur me vetdije mundësinë e përzgjedhjes. Se edhe mëna për shqiptarët nuk kanë më besim në politikë. Tek askush. Nuk është as tek partitë e reja. Të jemi realist. Jo, nuk mund ta them këtë për faktin që ne për fatin e keq kemi një sistem problematik. Nuk e di problemi kujt është? Jo, është problemi i sistemit që mos i humbim shpresat fare. Kjo është ideja. Pra, ne kemi një sistem që nuk zgjedh njerëz të përfaqësues. Pra ka një ngjeshje sistemi për faktin që patim një lëvizje të madhe, si u quajtë kjo lëvizja e lapsës, ja rrej edhe emrin. Lëvizja bashk. Lëvizja bashk. Ishte një lëvizje goxha interesante, që ngjalli shpresë, ngjalli simpati. Çfarë i bën to ushtallarët e vjetër? Mori me mirë vota. I vendosin disa pengesa. I detyruan që këto të fusin lista, hallen, tezën, të tallen me to. Pra është sistemi, se nëse ato do të delin me emra konkurrues në gjithë Shqipërinë, dhe qytetarët votonin, do të kishim tjetër një elitë. Do të kishim edhe deputet në Kuvendin e Shqipërisë përfaqësues tyre. Ato do të bëshin opozitë. Do të ishin njerëz tjerë, krijonin frymë tjerë, por nuk i la sistemi. Pra nuk është defekti i tyre, e vet kryetari i tyre është jashtë parlamentit. Pra sistemi jon është bllokues. Sistemi jon i zhbën elitat, nuk i lën, është si puna e rrjec që nuk i lën për me. Dhe shpresoj që kështu si sistemi është problemi, jo partitë. Sistemi dhe partitë. Po nëse ne kemi një sistem, do të kishim edhe partima demokratike. Se nuk do të kishim këto ushtarë që ka, e kupton që ku e kemi Partinë Socialiste ne, nuk flasin ato. Edhe kur flet në herë, Erin Braça i thot ngjirni për jashta. Pra, nëse do të kishim një sistem elitar që
dalin nga vota qytetarëve, do të kishin disa zëra, dhe Partia Socialiste ka senator, ka njerëz me peshë, ka pas demokracia ajo parti, e kanë kundërshtu Nanon me votë, me qëndrime, e kundërshtoshin edhe Ramën, erzonin brenda Mazhorans, po ashtu do të ketë gjatha. Nëse do të kishim disa shtyllat forta, potenciale, që kanë histori, që kanë peshë, që kanë mbështetje, edhe Berisha nuk do të ishte komand. Me maj akoma një leadership të ripërtrirë që nuk krijon besim. Zoti Nardi, të falenderoj shumë. Që mbyllem me kritiken me atë që ke për zemër. Të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Por edhe privilegj në të njëjtën kohë që të kem ty të ftuar. Faleminderit, edhe unë ndjeva mirë, që nuk i kam shumë për zemër këto podcastet, por këtu ndjeva shumë mirë. Të falenderoj shumë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.